Nga më nderuar shikues, ja ku jemi sot për emisionin e fundjavës në Geopolitik për të dhënë shkurt lajmet brenda vendit dhe sidomos lajme ndërkombëtare. Para se të fillojmë emisionin, si gjithmonë ju kujtoj që t'i bëni subscribe kanalit ton, është pa mundim dhe pa lodhje, thjesht një klik dhe në vend që të na ndiqni ju, ne ju ndjekim ne ju dhe gjithmonë ju vjen notificationi që ju tregon se diçka është postuar ke kanali i podcastit Okult. Gjithashtu falenderojmë edhe sponsorat e emisionit tonë, të cilët ndihmojnë në mbarvajtjen e punëve të gjitha emisioneve të podcastit Okult. Mirë, të javë që kaloi brenda vendit, Spikati pati dy ngjarje të rëndësishme në fushën e drejtësisë, kryesisht e para ka të bëjë me konfliktin midis qeverisë dhe sistemit të drejtësisë ose gjykatave dhe prokurorisë speciale SPAK-ut, të cilët kishin dhënë një vendim për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres, e cila është në akuzë nga SPAK-u. Qeveria e apeloi në gjykatë kushtetuese këtë vendim të marrë nga gjykata e posaçme e shkallës së parë dhe me një votim 5-3 në gjykatën kushtetuese urëzua vendimi i gjykatës i GKK-s ose gjykatës speciale të shkallës së parë dhe është era e dytë që gjykata kushtetuese brenda një periudhe të shkurtër i kundërvihet veprimeve të prokurorisë dhe gjykatave speciale të krijuara nga drejtësia e re, pra SPAK-ut, dhe gjykatave speciale për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Rasti i parë ishte vendimi në lidhje me mos pranimin e vendimit të një mbledhje të Këshillit Bashkiak të Tiranës për largimin nga detyrat të kryetarit të bashkisë Erion Velia, i cili ndodhet i arrestuar prej shumë muajsh nga prokuroria speciale, pra SPAK-u. Edi Rama e quajti si një fitore të drejtësisë këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe e përgëzovi gjykatën kushtetuese për këtë vendim, sepse, siç theksoi ai, është një rast unikal në botë kur dikush që nuk është i dënuar pezullohet nga e drejta për të pasur marrëdhënie pune, në këtë rast si zëvendës kryeministre dhe ministre e energjetikës në qeverinë Rama, qeverisjen e 4 të kryeministrit Rama. Gjithashtu një lajm tjetër i rëndësishëm prapë në fushën e drejtësisë është zgjedhja e kreutarit të SPAK-ut, i cili është Klodian Braho dhe që u zgjodh mes 4 kandidatëve duke marrë 7 vota në atë KPA-n e famshme që zgjedh kryetarët e rinj të SPAK-ut bën votimin dhe është përgëzuar kryesisht nga segmentet e Evropës, nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë, Gonzales, dhe nga ambasada gjermane në Shqipëri, të cilët kanë shprehur besimin se Klodian Brahoja do të thelloj punën e vet të institucionit që ai mori në drejtim për të luftuar akoma dhe më mirë krimin organizuar dhe korrupsionin në politikën e lartë administrative. Njëkohësisht këto segmentet evropiane në fakt nuk kanë thënë ndonjë fjalë specifike ose përgëzuese për Altin Dumanin, që të cilën nuk ka harruar ta bëjë ose ka vepruar në mënyrë të kundërt, ka falenderuar Altin Dumanin, por nuk ka përshëndetur zgjedhjen e Klodian Brahos, dhe kjo është ambasada e Shteteve të Bashkuara, duke folur për kontributin e
kreut të sapo larguar Altin Dumanit, I cili mbylli mandatin 3 vjeçar si kryetari I SPAK-ut, ambasada amerikane, e cilës soi si një person që kishte dhënë kontribut në forcimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë gjatë periudhës që ai drejtoi SPAK-un dhe duke mos shprehur ndonjë entuziazëm për Claudian Brown. Në fakt ishte Edi Rama ai që ruajti ekuilibrat në vlerësimin e dy drejtuesve e atij që la detyrën dhe të riut që sapo e ka marrë, pra mes Altin Dumanit dhe Claudian Braus, duke vlerësuar punën e Altin Dumanit në rritjen e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe shprehu mendimin që Claudian Brau do të tinte të ruante integritetin e vet, duke bërë insinuata që nuk do të ishte në ndikimin e ndonjë ambasade, posaçërisht ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Një ide të tillë, ndoshta dhe pa dashur, nuk e di më, e ka shprehur dhe presidenti Begaj, I cili u shpreh midis tjerave se Claudian Brau do të dinte të ruante integritetin e vet, si duket për Edi Ramën, kryeministrin e vendit, dhe për kukullën e tij me tela, presidentin Bajram Begaj, mund të jetë objekt bisede shqetësues aktiviteti I ish kryetarit të sapo larguar Altin Dumani në krye të SPAK-ut, me hetimet dhe ndalimet me njerëzit më të afërt të kryeministrit Rama, siç kanë qenë zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe kryetari I Bashkisë Erion Veliaj, dhe dukej se kryetari sapo larguar Altin Dumani ishte një hap afër Ramës, I cili kishte filluar të bezdisej shumë nga Altin Dumani. Pas vendimit kushtetutës, Edi Rama ka mbajtur një fjalë dhe është shprehur që policët e BK-s, trimoshat e BK-s, u shpreh kryeministri Rama, nuk pranonin të hiqnin as pistoletat kur erdhen në kryeministri për të biseduar në lidhje me çështjen Balluku. Njëkohësisht Edi Rama ka thënë se drejtësia e re ka filluar të fusë duart me dhunë në arkën e shtetit dhe këtë po e bën për herë të dytë. Ai theksoi se drejtësia ka kërkuar një shtim të rrogave të gjyqtarëve prej në gjykatat e thjeshta civile, ka kërkuar një shtim për çdo gjyqtar prej 1600 euro mbi rrogën aktuale që ata kanë, dhe një shtim prej 3000, rreth 3500 euro të rrogave të gjyqtarëve dhe prokurorëve të SPAK-ut dhe QKK-s. Duket se ka një përpjekje të Ramës për të treguar ndoshta oreksin e madh dhe për të frenuar gjyqtarët të cilët duan të nëpërmjet presionit të realizojnë qëllimet e tyre për të rritur pagat në një nivel alogjik sipas kryeministrit Rama. Madje Rama theksoi që ju kujtoi gjyqtarëve që ju nuk keni njerëz të zgjedhur dhe nuk mund të hyni midis njerëzve të zgjedhur ose të zgjedhurve dhe atyre që I kanë votuar dhe të ushtroni presion për të realizuar përfitimet tuaja materiale dhe ndikuese në jetën e vendit. Pra ka një tension midis politikës dhe drejtësisë. Ajo që bie në sy është se të paktën ty antar gjykatës kushtetuese si
Asim Vokshi dhe ajo zonja Xhaferllari, se s'po më kujtohet emri, të cilët kanë qenë pranë të djathës ose opozitës me lidhjet e tyre, kanë votuar kundër. Pra, Partia Demokratike me sa duket ka qenë kundër. Kështu duket në pamjet të parë ky votim në gjykatën kushtetuese, por nuk mund të jetë çudi që Partia Demokratike, duke pasur shumicën krau i Ballukut dhe i kryeministrit Rama, mund të kenë shpëtuar nderin e tyre duke e ditur se vendimi do të ishte në favor të zonjës Balluku. Pse e themi ne një gjë të tillë, pse e kemi në dyshim që këta mund të jenë bashkë në këtë vendim, si PD-ja dhe PS-ja, dihet që Spaku ishte bërë shumë shqetësues për dy bajlozët e politikës shqiptare aktual, Edi Rama dhe Sali Berisha. Ky fundit ka pasur problemet të mëdha me Spakun. Për një periudhë të gjatë kohë ka pasur dy akuza deri tash, një për Kinema Partizanin dhe një tjetër për ngjarjet e 21 janarit, ku protesta e nxitur nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste përfundoi në mënyrë të befasishme në një kohë që ishte duke u mbyllur dhe duke u erësuar, dhe në një kohë që protestuesit po largoheshin, befas u vranë 3 veta dhe u plagosën dhe disa të tjerë, duke mos qenë i qartë opinioni publik se çfarë ka ndodhur me të vërtetë. Edi Rama njëkohësisht kishte filluar, siç e thash, të ndjehej i shqetësuar, dhe bashkimi i këtyre të dyve mund të sjellë një dobësim të fuqisë amerikane, e cila kohët e fundit ka filluar të ecë në drejtim tjetër nga qëllimi që ka Bashkimi Evropian me përfaqësuesit e vet këtu në Tiranë dhe sorosianët, të cilët ngritën sistemin e ri të drejtësisë me mbështetjen e Edi Ramës dhe po përpiqeshin ta mbanin atë në kontroll, por pas ardhjes së Trumpit filluan të frynin erëra të tjera, dhe Altin Dumani, që mbështeti orientimet dhe kërkesat që vinin nga Departamenti Amerikan i Shtetit, sidomos pas ardhjes në pushtet të presidentit Trump, i cili ishte kundër qëllimeve të Sorosit në politikat e tij botërore, por dhe këtu në Shqipëri, ka dalë një problem i madh dhe Altin Dumanit i bëhej presion që ai të largohej nga politika trumpiste dhe qëllimet e tyre për të goditur Edi Ramën këtu në Shqipëri. Të shikojmë se si do të vazhdoj politika e Spakut me kreuneri të sapo zgjedhur Klodian Brahu. Mirë, vazhdojmë shkurt. Kjo ishte një analizë shkurtër e dy ngjarjeve të ndryshme të bërë nga unë. Dhe tash do të vazhdojmë shkurt me disa lajme në gjeopolitikën botërore. Këto ditë ka qenë një artikull i një ish generali që ka qenë dhe nën kryetar ushtarak nga ana e Shtetet e Bashkuara në NATO, i botuar në Newsmax, dhe ky quhet Blaine Holt, generali. Dhe ky ka bërë një shkrim: a ka rrezik për zhdukje të jetës, për shfarosje të jetës nga konfliktet që po ndodhin. Zoti Holt thotë se gjenerata e 5 plus, domethënë gjenerata e 5 e armatimeve plus lufta e 2 të ftohtë mund të sjellë zhdukje, konflikt në një nivel që ne refuzojmë ta emërtojmë në shkallën më të lartë të rrezikut të tij, siç është lufta nukleare. Zoti Holt ka marrë për shembull një shkrimtari i cili quhet Liddell Hart, që në librin e vet Fantazma e Napoleonit ai shkruan: gabimi mirënd
është nëse besohet se lufta tjetër, pra lufta e tretë botërore, do të luftohet në të njëjtat vija me ato të luftës së parë. Por në fakt, thot Liddell Hart, lufta tjetër do të jetë shumë e rrezikshme se e para dhe do të jetë në të gjitha drejtimet. Gjenerata e pestë do të thotë se gjithçka është në tryezë. Revolucionet me ngjyra, operacionet deep state, vrasjet, rishfetet, shfarosja, shantazhet, zgjedhjet e manipuluara, mashtrimet e thella, luftrat ligjore, vjedhjet e bankierëve, lufta kibernetike, të gjitha janë në menyn e luftës që duket se do të ndodhë së shpejti dhe ku edhe Shqipëria do të paguaj për këtë luftë në një formë ose në një formë tjetër. Prandaj njerëz jini vigjilent. Mos u bëni viktima që të përdoreni për interesat dhe programet e një grupi të vogël njerëzish që qeverisin institucionet kryesore të botës. Presidenti Trump fali atë që u kam thënë dhe në lajmet e tjera, Tina Peters, një moshuar e burgosur në Colorado për shkak se ajo kishte bërë publike her pas here në rrjetet sociale dhe për intervista të ndryshme perceptimin e saj se zgjedhjet e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara ishin të manipuluara dhe nga qeveria demokrate në Colorado pati një akuzë penale për këto deklarata të pajustifikuara dhe prej një kohe të gjatë ajo mbaheshe në burg me këtë akuzë derisa presidenti Trump më së fundi e fali, duke falenderuar për kurajën dhe guximin dhe inteligjencën e saj të lartë për të treguar atë që ndodhi në të vërtetë, siç thot presidenti Trump. Këto ditë, liderja opozitare venezueliane, e cila prej një viti nuk kishte dalë në mediat e ndryshme, as në mediat sociale të Venezuelës, Maria Mocado, u aratis mendimin e CIA dhe të një grupi simpatizuesish të saj dhe miq të saj shumë besnik, të cilët arritën dhe e larguan nga Venezuela pasi rrezikoi që të dënohej për tradhti nga qeveria venezueliane. Maria Mocado duhet thënë që ka fituar çmimin Nobel si njeriu i paqes në Venezuelë vitin e kaluar. Një lajm tjetër është që ka patur një bisedë telefonike midis Putin dhe Maduros në presidentin e Venezuelës dhe Putin ka dalë në mbështetje të Maduros në luftën e tij për të mbrojtur lirinë dhe pavarësinë nga jankit ose nga amerikanët, siç quhen ndryshe në Amerikën Latine, quhen janki. Maduro e quajti akt piraterie veprimin e Shteteve të Bashkuara për të grabitur naftën. Ky është qëllimi i vërtet i luftës që po bëjnë Shtetet e Bashkuara me Venezuelën dhe nuk është akuza zyrtare që i bën Trump qeverisë venezueliane dhe presidentit të saj Maduro për pjesëmarrjen në kontrabandimin e drogës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndihmën e qeverisë venezueliane pra. Një lajm tjetër, Trump ka filluar një luftë kundër gazetarisë dhe e quan gazetarinë në Shtetet e Bashkuara si një sjellse problemesh dhe një bllokuese e zhvillimeve dhe e curisë së vendit dhe ai ka kërkuar nga në një fjalë të tij ka kërkuar nga njerëzit e thjesht të sjellin informacione në lidhje me gazetarët nga jeta e tyre private dhe çdo informacion
i vlefshëm në lidhje me devimin që bëjnë gazetarët nga ligji, do të ndëshkoheshin rënd nga Qeveria e Shtetit të Bashkuara. Pra, duket se ka një armiqësi mes pushtetit politik dhe pushtetit të medias, i cili konsiderohet pushteti i katër në një sistem demokratik dhe është pjesë e ekuilibrit check and balance në perëndim. Një lajm tjetër që e kam zgjedhur unë për këtë javë dhe që më bëri përshtypje është shpreha e mendimit të një gazetarit kryesor që ka qenë në Fox News, por tashmë nuk është me aty. Tucker Carlson është personi, gazetari i parë i Shtetit Bashkuara, nëse ju kujtohet, që mori një intervistë pak kohë mbasi filloi lufta një vit më mbrapa, se diçka e tillë, presidentin Putin në Kremlin, dhe ishte gazetari i parë i perëndimit, por dhe i Shtetit Bashkuara, që guxoi të shkonte në Kremlin dhe të bënte një transparencë mbi arsyet e luftës dhe qëllimet që fshiheshin mbrapa saj, duke intervistuar live presidentin Vladimir Putin. Tucker Carlson thot se aleati më i mirë për Shtetet e Bashkuara është Rusia. Pra, duke aluduar që Bashkimi Evropian nuk është në interesin më të lartë të Shtetet e Bashkuara për ta pasur si aleat. Në fakt, kuotat e Bashkimit Evropian kanë rënë shumë poshtë, duket se është një luftë midis kabalës që kontrollon institucionet e ndryshme ekonomike, politike dhe financiare të Evropës dhe asaj që përfaqëson qeveria e re e Shtetit të Bashkuara e ardhur në pushtet në janar të këtij viti me në krye presidentin Trump. Vazhdimisht ka pasur akuza të cilat filluan menjëherë sapo zvendos presidenti i Shtetit të Bashkuara i sapo emëruar në këtë detyrë, sapo kishte filluar detyrën, erdhi dhe mbajti një fjalim në Evropë duke deklaruar se Evropa kishte kufizim të fjalës së lirë, të lirive dhe drejtave të njerëzit dhe nuk luftonte migracionin dhe ishte duke përmbysur raportet mes evropianëve të vjetër dhe emigrantëve të rinj, të cilët ishin duke u shumuar dhe duke mbipopulluar Evropën. Madje një lajm tjetër është se Shtetet e Bashkuara, Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk e merr më në konsideratë G7-ën ku bëjnë pjesë bashkë me Shtetet e Bashkuara, shtetet tjera evropiane, dhe thonë që do marrim në konsiderat G5-ën, ku në G5 ata futin Italinë, Austrinë, Hungarinë, Poloninë dhe Rusinë. Diçka e çuditshme, sepse këto vende nuk mund të kenë të njëjtën fuqi që kanë vendet evropiane të G7-s si Gjermania, Italia, Franca, Anglia, Spanja e tjera. Njëkohësisht Putin nuk pranon që të jetë më pjesë e G7-s. Këtë ai e tha në një intervistë në televizionin India Today këtë javë. Një temë e rëndësishme që ka qarkulluar këto kohë të fundit është strategjia e sigurisë së Shteteve të Bashkuara, e cila bën një kthesë të çuditshme në qëllimet e në objektivat e saj. Ajo që vlen të theksohet është se Bashkimi Evropian nuk shikohet më si më parë si një aleat, por ati bëhet sfidë që t'ju dalë vetë zot ekzistencës dhe jetës së vetë politike, ekonomike dhe në fushat e sigurisë dhe ato financiare. Ajo që ra në sy në
strategjinë e sigurisë së Shtetet e Bashkuara për vitin 2026 është fakti se aty ka një kthes shumë të fortë ndaj Kinës dhe Kina nuk përmendet më si rrezik dhe si armiku kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka një ndryshim në politikën e Shteteve të Bashkuara ku thuhet se në dy Amerikat ose në pjesën perëndimore të botës nuk do të ketë, është ajo që quhet doktrina Monroe, nuk do të ketë shtete tjera të cilat do të influencojnë në politikat ekonomike, sidomos të Amerikës Latine nga kontinentet e tjera, është ajo që quhet doktrina Monroe. Një lajm tjetër është se drejtori i Black Lives Matter, Dickerson, një 52 vjeçar me ngjyrë, u akuzua për mashtrim bankar i cili ka pasur aktivitete të dyshimta kriminale në llogaritë e veta në PayPal, në Cash App e tjera. Një lajm tjetër i rëndësishëm është se dhoma e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan kaloi buxhetin për mbrojtjen i cili është në shifrën e $900 miliardë për vitin 2026, ku në këtë shifër projektohen të ngrihen çmimet, ato pagat, nivelet e pagave të ushtarakëve të Shteteve të Bashkuara, do të ketë ndihma për Ukrainën në këtë buxhet, do të ketë kufizim të investimeve të Shtetet e Bashkuara në Kinë, do të ketë heqje të sanksioneve ndaj Sirisë pas ardhjes së Ahmet Sharës, i cili para një muaji afërsisht ishte në një vizitë në Shtëpinë e Bardhë. Ju kujtohet dhe ajo shakaja që bëri presidenti Trump duke pyetur me sa gra ishte i martuar dhe njëkohësisht e spërkatin qik me parfum gjatë të cilën e kanë sakrilegj muslimanët, pasi ata kanë parfumet e tyre dhe nuk i preferojnë parfumet e Perëndimit. Gjithashtu nga Kongresi Amerikan ju caktua një fond për udhëtime ministrit të luftës Pete Hegseth, por ky fond është i ngrirë derisa ministri të sjell fotot e anijeve të dyshuara për trafik droge të pamontuara pranë Kongresit, dhe në qoftë se ai ka vepruar me drejtësi sipas ligjeve ndërkombëtare, atij do t'i çliroheshe ky fond, përndryshe do të kishte masa të tjera për ta larguar nga qeveria në qoftë se i ka shkelur ligjet ndërkombëtare gjatë urdhrave, pasi kanë dalë disa pamje ku janë mbytur disa anije dyshuara se transportonin drogë dhe një pjesë e ekuipazhit cilët janë hedhur për të shpëtuar në det janë goditur me një urdhër të dytë dhe nuk janë kapur robë dhe të ndihmoheshin, duke qenë se ata nuk kishin ndonjë rrezikshmëri dhe thjesht ishin duke u përpjekur për të mbijetuar. Dhe me ligjet ndërkombëtare ky quhet një krim. Dhe këto video i ka parë tashmë gjithë bota dhe Hegseth duhet të tregojë se kush janë përgjegjës për veprime të tilla skandaloze në të drejtën ndërkombëtare. Këtë javë na bëri përshtypje një deklaratë e Tim Walz, i cili është guvernatori i Minnesotës, dhe në një takim për të mbledhur fonde për guvernatorin e Washingtonit Bob Ferguson, kandidatin për guvernator, në një takim në Seattle, Tim Walz deklaroi se ishte duke u përpjekur për të sjellë më shumë
imigrant somalez pas asaj përpjekje që bëri presidenti Trump për të larguar shumë imigrant të paligjshëm në Seattle, ku dihet që është dhe qendra e Black Lives Matter, të cilët u organizuan dhe shkuan në qendrat e grumbullimit të ndaluarve për të deportuar në Seattle, duke u përpjekur të japnin me dhunë dhe të nxinin nga aty njerëzit pas një konflikti me gardën presidenciale, me gardën e shtetit. Dhe kjo është sfida tjetër që Tim Walz po i bën presidentit amerikan për të sjellë imigrantët paligjshëm somalez në shtetin që ai qeveris. Një lajm tjetër i rëndësishëm që unë pash këtë javë është se 1000 pastor amerikan ju bashkuan misionit izraelit që mbështesin Izraelin në politikat e veta të mbjetesës, si shtan ata, dhe të veprosh edhe të sillesh kundër Izraelit në konfliktin e tij me shtetet e tjera në lindjen e mesme, do të thotë se je antisemit dhe bën gabimin që bëri Hitleri. Kështu mendojnë ata për të gjithë njerëzit që në këtë konflikt mbajnë anën e vendeve muslimane në rajon rreth e rrotull Izraelit, siç janë palestinezët, libanezët, sirianët, iranianët, irakienët e tjera, jemenasit e tjera. Presidenti Trump deklaroi këto ditë se kishin sekuestruar një cisternë nafte pranë Venezuelës. Një lajm tjetër i rëndësishëm që unë më pëlqevi për këtë javë është fakti se Elon Musk dhe zyrtarët të Trumpit janë tashmë në një luftë me Bashkimin Evropian, pasi ky fundit ka gjobitur platformën e rrjeteve sociale X të zotëruar nga Elon Musk me $140 milion, dhe është si një ironi fakti që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, ku ndodhet Elon Musk dhe që mbron Elon Musk, janë në një konflikt ku Bashkimi Evropian akuzohet për mungesë transparence dhe për mungesë të lirisë së fjalës, dhe kjo akuzë u bë dhe kryeministrit britanik gjatë vizitës që bëri presidenti Trump në Angli para disa muajve, ku ai tha se ka më shumë të arrestuar për fjalën e lirë në Angli se sa në Rusinë e Putinit. Dhe për të kundërvend tezave të tilla, Bashkimi Evropian ka gjobitur Elon Muskun me $140 milion për shkelje të aktit të shërbimeve digjitale, si quhet me akronimin DSA, për mos respektim detyrimeve të transparencës, duke mos ju ofruar të interesuarve dhe studiusve qasje në të dhenat publike të kësaj platforme. Pra, është një lojë e dyanshme nga të dyja palët në mënyrë direkte dhe indirekte për të akuzuar njëra tjetrën, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Një lajm tjetër ishte se trupat turke në kuadër të trupave ndërkombëtare që do të futen në Gaza, në Izrael, në pjesën jugore të Palestinës, nuk po lejohen nga presidenti Netanyahu që të pozicionohen sipas vendimeve që u morën në konferencën e paqes në Egypt, në Sharm el Sheikh. Tashmë janë stacionuar trupat indiane në Gaza dhe trupat turke janë bërë gati me personelin dhe me logjistikën e tyre për të hyrë sipas marrëveshjes ndërkombëtare të Sharm el Sheikhut, për të hyrë dhe për të zënë pozicionet e veta në Gaza.
por Netanyahu dhe Izraeli nuk I lejojnë Turqit që tyjnë dhe duket se së shpejti me kërkesën e presidentit Trump do të thirret Netanyahu në Washington në shtëpinë e Bardhë për të biseduar që Netanyahu të zbatoj vendimet e marra në këtë takim ndërkombëtar të paqes në lindjen e mesme. Mirë, ka një lajm tjetër interesant ku ka një deklaratë, një video të shkurtër të një nga gazetareve të MSNBC-s, Joy Reid, e cila thotë se kenga Jingle Bell është një këngë raciste kundër njerëzve me ngjyrë. Dhe kjo e ka hedhur këtë video në rrjetet sociale dhe është shpërndarë, është bërë virale, dhe kjo këngë, siç thot ajo, është shkruar si tallje për njerëzit me ngjyrë dhe është shkruar nga James Pierpont në vitin 1850. Dhe një lajm tjetër të fundit, Judicial Watch ka paditur Departamentin e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë publike të dhënat e FBI-t që u kapën në laptopin e Hunter Biden, djalit të presidentit Biden, pak para zgjedhjeve të vitit 2020, zgjedhje presidenciale. Në tetor 2019 u gjet laptopi i Hunter Bidenit, rastësisht ishte dërguar për tu rregulluar në një pikë ku rregulloheshin laptopet, pasi ishte vjedhur Hunter Bidenit ky laptop nga një person I cili nuk e dinte se laptopin e kujt kishte marrë. Dhe kur ai që hapi, tekniku që hapi laptopin, vuri re video skandaloze dhe shumë të dhëna të tjera për aktivitetet ekonomike të familjes Biden, njoftoi policinë dhe kjo fundit njoftoi FBI-n që e mori në kontroll laptopin në tetor 2019. Dhe në tetor të vitit 2020, New York Post publikoi disa të dhëna që ndodheshin në këtë laptop. Më pas u bë bllokimi I publikimeve të tjera nga laptopi nga Departamenti I Drejtësisë dhe sipas kërkesës së bërë nga Judicial Watch, e cila ja ka kërkuar laptopin në fillim të vitit 2025 të dhënat që ndodhen brenda për t'i bërë transparente dhe publike, ato që kanë interes publik. Publiku të gjerë I është kërkuar FBI-t, ky nuk ka dhënë përgjigje pozitive dhe tash kërkesa për ta bërë një gjë të tillë I është dërguar Departamentit të Drejtësisë, I cili ka në varësi FBI-n dhe është një institucion I shkallë më lartë në hierarkinë e pushteteve të Washingtonit në këtë sektor. Mirë, shpresojmë t'ju kemi plotësuar disa të dhëna të tjera interesante nga ngjarjet e javës, edhe një herë duke ju kujtuar që t'i bëni subscribe kanalit ton, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe ju uroj një javë të këndshme duke filluar nga nesër. Tung tung.